tregues kryesor të stabilitetit makroekonomik, ne bëjmë një analizë çdo tremujor sa herë ka publikimet të Institutit Statistikave apo të dhënave të Bankës së Shqipërisë dhe kemi parë që treguesit kryesor tregojnë për një ekonomi e cila mbetet e qëndrueshme dhe tregues makroekonomik të cilët tregojnë jo vetëm qëndrueshmëri të rritjes së momentit, por edhe qëndrueshmëri ndaj krizave që mund të vinë në të ardhmen. Kështu, konkretisht borxhi në tremujorën e parë të vitit ra në nivelin 48.8% nga 54.1 që ishte në tremujorën e parë të vitit 2025. Sa i takon investimeve të huaja direkte kanë vijuar të rriten. Fluksi i investimeve të huaja direkte për tremujorën e parë të vitit ishte 400 milion euro me rritje prej 11.9% në krahasim me tremujorën e parë të një viti më parë të vitit 2025, ndërsa në nivel stoku investimeve të huaja direkte tashmë ka arritur në nivel 17.4 miliard euro,